pyetja fundit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoxh Allah druj, kur përmend në hadith, nuk jam prej umetit, nuk jam prej nesh, a është çështje tekfire apo se Allah është problem në xhennet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne kemi përmendur këtë çështje disa herë në derseve në hutbë, sa herë që vjen hadithi, nuk është prej neve, duhet me pa veprën për të cilën ka folur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në argumentin e përditshme, është vepër që nxjerr prej feje ose është vepër gjinohat. Nëse vepra në esencën e saj është që nxjerr prej feje, ky nuk është musliman. Nëse vepra në esencën e saj nuk është që nxjerr prej feje, nuk është prej leve, nuk është sikur në çit pikë. Dhe kemi përmendur kur kemi shpjeguar hadithin atij sahabiu i cili ka pas nivelin me ujë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kontrolluar ka pa dhe ka thënë në rreshë na falese minna kush na mashtron neve nuk është prej neve. Do thonë, a do të thonë se kush mashtron bazar është kafir? Ja. Mirë po, kush na mashtron bazar nuk është prej neve, se na nuk mashtron në bazar, ai nuk është sikur se na. Kështu ka thënë dietar. Thonë kush na mashtron neve nuk është prej neve, do të thonë nuk është si në këtë çështje, ai është mashtrues, na nuk jemi mashtrues. Pra, motet vepra në esencën e saj. Kush na mashtron neve, nuk është si na. Pse nuk është si na? Se na nuk jemi mashtrues. Kurse nëse vepra, ose masanej kemi përmendur edhe hadithin që nëse më thonë, në të shërbë e pekamin të humenon, kush i përgjon një bukë dhe është për tyre, kush bëra që i përgjon në qka do është kafir, ja. Nëse me atë që i përgjon është gjëna, është për tyre barabar me ta në gjëna, nëse ajo është kufër, është barabar me ta në kufër. Ose hadithi tjetër që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la salate li jari al-masjid illa fi al-masjid, nuk ka namaz për kushien e xhamisë vetëm në xhami. Ajo fort të shtëpia tash ka fal s'ka fal. A është kafir ai që fal në xhami? Që ka xhami në s'është kafir. O pejgamberi sa thotë s'ka namaz, s'ka namaz, por nuk e ka namazin e duhur. Do të thonë ka vlerën sikur që e ka vlerën atina që ka parë në xhami të tjera. Në rregullin e përgjithshëm thonë, hadithet të cilët thonë nuk është për neve, nuk është domosdoshme që është kafir ai njeri. Por, me pa esencën e veprës për cilën fol pejgamberi, çka është ajo në dispozitën e përgjithshme. Nëse shariata ajo është gjuna, ai merret gjunaqar në del prefe, nëse shariata është kufër del prefe, wallahu a'lam.